kam pas të bëj me njerëz shumë të rëndësishëm që kanë shprehur të, janë bërë mik, se po e them kamera këtu me ty, me gjysmën e kombëtarës, e futbollistëve të kombëtarës. Vet. Po gjithmonë çfarë mendon? Për shumë Gjysma tjetër nuk shpreh. Jap mendimin tim, siç e jep Denis, siç e jep Çimi, edhe këtu një mendim ndryshe nuk shkon. Kanë bërë unfollow? Jo mu ke telefon. Fusin miq, fusin shok, shkruajnë mesazhe, pse ti flet kështu, pse flet ashtu. Çka ka me mu? Po e them, prap, nuk më intereson fare. Antoni tha çfarë? Derisa këto persona dalin fizikisht se kush janë dhe sulmojnë mua ose Denisin ose Çimin, për mua nuk është problem fare, se për më tepër nuk kam bisedë me ato. Po thotë që Madje lojtarë kombëtarë kanë kërkuar të pinë dhe kafe me mua, dhe unë nuk i kam shku për kafet. Po për çfarë arsye? Për çështje promovimi, për çështje. Jo, janë lojtarë që duan të lidhin një linjë me ne që të sillemi mirë me to. Ti përveni pak. Siç funksionon. Për t'i ruajtur. Falë shprehje se ka kafe do kisha shkuar. Falë shprehje se të. Se këtu jemi plus 18 me. Podcast po. Duan masturbim përgjithshëm, ne nuk e bëjmë. La drejt vendet këtu. Ne nuk e bëjmë dot. Jo, turistia. Këtë gjë ne nuk e bëjmë dot. Nëse luan keq, do themi që luan keq. Nëse luan mirë, do themi që luan mirë. Sipas gjithmonë mendimit tuaj. Lojtar që e kam shok prej shumë vitesh dhe e kam kritikuar që luan kombëtarë shqiptarë të futbollit, ky saj merdim takoj me për zemërsi të madhe. Dhe më tha, je duke u treguar shumë agresiv, ky sa e përshëndes, me shumë lojtarë të kombëtarës këtu.